Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi. Ai tha se sa ishte në Hag, Shpati ishte një prej vullnetarëve të kampanjave që kërkonin drejtësi për të. Lajmi për ndarjen nga jeta e artistit Shpat Kasapi është lajm i trisht për shqiptarët dhe posaçërisht për skenën e artit të së cilës Shpati dha shumë. Sa kam qenë duke përballur me drejtësinë në Hag, Shpati dhe shumë artistë të tjerë ishin vullnetarë të kampanjave që kërkonin drejtësi për mua, andaj mirënjohja është e përjetshme, shkroi Haradinaj. Nga ana tjetër, edhe kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, u ka shprehur ngushëllime familjes Kasapi pas ndarjes nga jeta të këngëtarit. Humbja e tij na ka prekur të gjithëve, pa marrë parasysh profesionet apo gjeneratat. Shumë breza të pasluftës janë rritur me figurën e tij dhe këngët emblematike. Ai ka mbajtur një vend të veçantë në zemrat e të gjithëve si një djalë punëtor, i qeshur dhe mbi të gjitha shumë karizmatik, u shpreh kryeministri. Në letër ai shkroi se muzika e tij ka arritur të bashkojë shqiptarë gjithandej botës, por më së shumti ka bashkuar shqiptarët e Kosovës së Luginës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ngushëllime gjithë familjes Kasapi, komunitetit artistik, miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ngushëllime zonjës Gjyl Cymer, zonjës Selvie dhe djalit Roel. Zoti u dhash forcën për të përballuar këtë dhimbje, thuhet në telegramin e kryeministrit Kurti.